Ky emision është prodhim I gazetës Demos. Mirëmbrëma. Një ndër tragjeditë e luftës së fundit që akoma kërkon drejtësi është masakra në burgun e Dubravës, një masakër orkestruar mirë nga shteti kriminal serb. Kështu me 19 deri me 24 maj të vitit 1999 janë vrarë mbi 117 të burgosur dhe rreth 400 janë plagosur rande lehtë. Ka qindra të mbijetuar që dëshmojnë në detaje për krim të paparë. Në dëshmitë e tyre ka 10 emra zyrtarë serb, komandant, polic, gardian, serb lokal dhe të burgosur ordinar. Në studio kam të ftuar 2 të mbijetuar të kësaj masakre, Ukthaqin dhe Hil Këshire, të cilët për çdo përvjetor kujdesin ta ngrenë zërin e dhimbjes dhe krenarisë për ata që vdiqën dhe u vranë dhe u masakruan në masakrën e Dubravës. Mirë edhe zoti Thaçi. Mirë se u gjeta. Mirë edhe zoti Këshire. Është nësit ju kem në studio aq më tepër kur keni sjellë me vete themi fakte, dokumente dhe arkiva ndryshme qoftë personale që I keni mbledhur gjatë këtyre viteve. Mbi të gjitha ajo është ajo përvoja juaj e gjallë për cilën keni përjetuar. Po fillojmë me ju zoti Thaçi atëherë si është të flasës sërish për këtë masakër, sidomos pas një qerek shekulli dhe akoma asnjë të dënuar për këtë masakër ku keni mbijetuar ju? Kjo masakër është një prej tmerrave, një prej veprave më të rënda, se çdo I burgosur është I sigurt kur është I izoluar. Ndërsa këtu është bë krim, janë vrarë njerëzit, janë maltretuar, janë vrarë. Kjo ka qenë një skenar I përgatitur mirë prej vijës lartë hierarkike të Serbisë. Këtë skenar e ka udhëheq ministri atëhershëm I drejtësisë, Dragoljub Janković. Ky burg në korrik të vitit 98 ka qenë I mbushur me burgosur shqiptar. Dhe për skenar të arshëm I kanë hjek gjithë burgosnit prej Dubrave, I kanë qenë në përburgje në Serbi, e shumicën prej tyre në Mitrovicën e Sremit. Dhe mbrenda është mush me ushtar, paramilitar e gjithë çfarë. Ndërkohë, kur fillojnë bombardimet e NATO-s, gjithaj staf aty I ushtrisë të rregullt e paramilitar janë nxjerrë jashtë mureve të burgut, edhe të burgosnit që I kanë tërhequr në muin korrik, se kur I kanë tërhequr burgosnit I kanë liru edhe stafin e punëtorëve që kanë punu në burg, I kanë liru prej burg, I kanë hjek prej pune. Dhe kanë mbetë këtu vetëm stafi serb. Kur ka fillu bombardimi, I mbledhin të gjithë burgosnit që I kanë largu prej atyhit, I kthejnë. Bile është rasti në burgosnit pej Sremi njerë kanë prunë nish, edhe maltratimet e nishit din me I tregu ata që kanë vujt aty, që disa prej ty ne I kemi këto të shembull. Kanë prunë edhe pej burgut Prizrenit, pej burgut Pejës, burgut Gilanit, dhe gjithë na kanë të bu aty. Në këtë burg ka fillue të kompletimi I të burgosën për një skenar që edhe e kanë realizu, dikun me datë 19-20, të gjithë aty. Këta që I kanë fillu prej Sremit, kuptohet 2-3 ditë kanë nejtë nish aty, edhe pas këtë aty në maltretimin, sa që e kemë rastin e në Zërzogajt, atë që kanë rreh shumë njerin 64 vjeçar sa I kanë hjek kërllokullën pej venit. Edhe kemi bajt zhagës deri gjatë tonë masakrës aty. Po flet kjo për në Zërzogën që ka ndodhur brenda masakrës në burgun e Dubravës. Po kanë kthy pej Sremit nish, që kanë maltretu para se mi për unë Dubravë, sa ja kanë hjek kërllokullën pej venit. Aty janë prunë, edhe me 20, në vërtet me 30 prill, ditën kur unë kam shku pej Prizrenit veti 18 në autobus aty, zbarkoheshin të burgosnit që kishin prunë pej nishit, pej Sremit në Dubravë, në oborrin e një para oborri burgut Dubravës.
Momentin kur kemi hyje në fushën e oborrit burgut, kemi pa një mas aq të madhe bagtish, sa ajo fushë tash kur e shoh me grunë dalin përpara gjithmonë ato bagti. Të i rujt disa dhjetra njerëz, Rom i rujsin ato, që kishin mleo tash ku i kanë qu ato ata e din. Neve na shtynën natë para pjesën e burgut, edhe i shohëm autobusat e Nishit kur zbarkohen burgosnit e Nishit që i kishin mbledh mi kthy, ata që i kanë larguar korrekt, do të thonë 10 muaj përpara. Më intereson vetëm ndërhy shpejt, edhe ju e keni shkruar dhe një monografi masakrën e burgut në Dubrovës, e cila më bëri shumë përshtypje me fakte, me dokumente të sakta dhëna. Por më intereson, ju përshkruani mënyrën si kanë mbledh nga gjitha burgjet, nga Prizreni, nga Nishi, skenarin për paraqet. Pastaj pse u zgjodh bash burgu i Dubravës? Burg ndërkombëtar. Do thonë, si burg ndërkombëtar. Po, që disa theshin këtu nuk preket se kjo burg ndërkombëtar është i garantuar. Mile kemi pas një pejt burgosunve ordiner që ka zgjell me nejt me shqiptar, një Gjevat Dacic. Se ke këtu nuk ka mundësi me gjujt se kjo burg i garantuar, mo është burg ndërkombëtar, nuk veti kërkush. Tash kur kemi hyrë atë burgun aty, zbarkoheshin burgosnit që kishin ardhur me autobusat Nishit. Edhe na po presëm në autobus në radhë. Kur po dalin derë, asnjë burgosun s'mujke me dalin kom dveta. Nguj më njëherë, se e preqin jo me palica, po me komzat traktorit që kishin bajt bari për ato baktin aty me i prunë. Edhe i veç i përshtatshin për dorë dveten, edhe kush hajde me ren, se u lodhshin të sjellë, edhe kush mujke me marra qonë të me hecë, ren të zbarku tash, edhe na natral. U bon 3-4 autobusa, kordoni i gardianve dhe policëve, prej aty ku zbarkoheshin, u dashke me kalu për skej kuzhinës e me shku në paviljonin B, po flasë për ditën qysh jemi zbarku, në dy hondë, sikur me qenë naj tunel, bile ka shkru njëni tunelet, theshin do tunelet e ferrit. Tash ka hecë në për atë tunel, në dy hondë, ata hajde hecë ti se unë u lodha, kush mujke, ku i rake e bajt me shnet. Ka qenë ai kordon dikun 200-300 metra, për me ku kemi zbrit, e dej kemi hi mrena. Edhe kur hi në mrena, kush me shkap shpëtoj. A ka pësu dikush, do të thonë, me vrasjes e vdekje në momentin që keni ardhur prej Prizrenit, prej Nishi, gjatë zbarkimit aty pas këtyre torturave? Jo, aty unë nuk di. A ka një rast ma tragjik dhe cili ka qenë rasti ma i rani cili ka pësu sepse ju përshkruani në detaj edhe në libër. Ma tragjik e di rastin kur kanë ardhur autobusat të i prunë prej Nishit, dikun në Orllat, ka qenë autobusat të hecë edhe autoblinda mes autobusave. Ka ardhur aeroplani NATO-s edhe i ka ra autoblindën e ka djegë. Jo autobusat, edhe kanë hitash policët në autobusa me u hakmarë, edhe kemi desht për sot me ftu atë personin për cilën po flasëm Filip Pjetrin, edhe marrin ja prejnë qafën këtu, edhe i del gjaki pak, për nuk ja prejnë të krejtë. Në thonë të merrohen, tash kush e sheh ato gjithmonë i thojnë, në ta këqy i qafën, që sheki qafën. Cili është reagimi i burgosun, të ndonë si të lidhur, po në rastin konkret i Filip Pjetrit? Me marë... Me që ju keni qenë në... Jemi popull tepër i fort, që jemi mësu me këto. I kam një rast që ka shku pastaj të një psikiatr në Beograd atje, e kanë rru veshkën edhe tash është infektu. Edhe po hinë të psikiatri, kjo si blic. Edhe i thot që kum bjetu masakrën e Dubravës. Edhe ai psikiatri sërb thot, edhe je ka qiqet. Thot, për na jemi mësu me jek, për ne nuk na ban përshtypje se na e dim shka bojnë sërbët. Thot, na nuk presum ma të mira. Edhe na aty që ishëm Dubravë, gjithmonë, po pse po bojnë, po
Kur gjësë janë të bosh ka din me bo këta, veç shëqër që tutën. Shpresoj ta kemi Filip Pjetrën apo një ditë në emisionin tonë. Kthehemi të zoti Këshira. Kam dëgju bashkë vujtes quj të mbjetuar të tjerë të cilët ju njohin nga afër dhe familjen juaj dhe ju personalisht, natyrisht edhe rrëfimin e cili është pjesë e këtij libri dhe rrëfime tjera që kam dëgjuar nga ju. Ju thoni se keni qenë dhe të parët që keni mbërri për të burgosur me burgun e Dubravës. Ku jeni arrestu saktësisht me keshit në momentin e arrestimit dhe për çfarë arsye? Natyrisht ka një arsye të përgjithshme, po konkrete, dhe mbi gjitha me që ishit ndërparë dhe saksoni kështu që ishit ndërparët, ke gjetet në burgun e Dubravës kur mbërrit? Ne jem arrestu me datën 9 korrekt 1998-ës, ishim të prit armë me marë prej aty në njerëzve prej Shqipënie si ne pishin. Për fat keq kena rënë prit edhe na kanë zonë jem arrestu. Na kanë qonë në Gjakov, ne na kanë arrestu ushtria aktive, jo paramilitarë kësi rezervista, po ushtria aktive. Në Gjakov kem pas maltretime në kazermat të ushtrisë në Gjakov, kem pas maltretime të mëdha, une kur më ka pa më ka thonë ku të ka nëjë shpirti, që shki jetu, që shki pështu. Ashtu në konë edhe e vlavë, edhe e djali e vlavët. Do të thonë, ditën e arrestimit ju një arrestu me vlla? Po, edhe me djalin e vlavët, me data 9 korriko konë e 1998-ës. Torturat i keni pësu në Gjakov? Për fillim në Gjakov. Atë pe Gjakove na kanë qenë në Pej. Në Pej, unë për vetin nuk kom pas, ata dy nuk i kom pas e na kanë të ndam, aty kom pas fat në Pej, s'kom pas tortura, aty veç që na kanë po të mbyllën. Herë 6, nër 6 asi herë një dom, herë u bëshim 12, 13, apo vakit dejnë 15 më shku një dom. Atërë kur në kanë qonë Dubrav, po më do këtë si jena konë të partë në pejpeje se kena shku në Dubrav. Mas janë liru, se tha uka janë liru Dubrav, janë dalë ata paramilitare që ka pas Serbë aty, janë dalë ata, ne në kanë qonë në Dubrav, pavilonin C në Zëllim. I njajti burgu konë si në pej, e një konë dhoma t'i gëjmë më të mdaja, po ka shumë dhe qështë. Si u sollën në fillim në burgun e Dubravës, ku shkuat ju me vllajën tuaj, nëse s'gaboj Zefin? Po. Dhe nipin tuaj Pjetrën, apo? Po. Si u sollën në fillim, kishin problemet dhe a ju kishin hetuar, a kishit një provë hetimi në fillim? Dhe a kishit avokat me që ju ishit më të hershëm të vitit, një vit me parë se në do masakra? Avokat tënë nuk kem pas për fillim. Kërë më dalë të gjykatë se hetuus, aja avokati aty në konë. Unë ka thonë, kjo është avokati me të mbrojt, paga i serbë, se njash në zdish, në s'kom folë me të kur, asa ditë s'kom folë. I kom thonë ato deklaratat e mija sa kom mujtë. Atër në pej, po, atër në pej e kem pas avokatin, po sanë, s'ka mujtë me në mbrojt, aja s'është. S'kish aty shka aty, s'kish shka me bo avokati, veç me këtë me pagu pare për ta. Zotë Këshira, kur keni mbërri në burgun e Dubravës, keni qenë bashk në një pavion, apo një dhomë, apo një qeli me vllajën dhe nipin, apo keni qenë në damë? Sa keni qëndru në pej, jem konë në damë. Kur në kanë marrë me në qu për Dubravë, jem në bërë krejt bashk. Aty i kom pa për herë të parë në lavë, edhe djallin në lavë, i kem pas edhe 4 djemë i në kanë të pejës, bashkë qytetit. E me ta e në shku, pra kena shku me to kjërët policisë, në kanë të mshelme, në veç kur kem shdryt në Dubravë, se s'kem ditë, ka shkoj me s'ka ka bëhet. E në Dubravë jena hi bashkë, kena kanë me një dhomë. Gjatë kohës që ju folët që keni pas natyrisht tortura dhe nga më të ndryshmet, ju kanë torturu veç e veç, apo në prani të vllajt, të nipit? Veç e veç, në kasarën në Gjakov, veç e veç. Unë im konë një dhomë veç, ata veç,
veç se po janë ishim peskamën njëri tjetrit. Do të thonë, nuk ish i larg njëri tjetrit. Jo, ka një dhomë Ku nda. ka ndodhur këto tortura saktësisht? Në kanë- Pej, do të thonë, Jo, apo në Gjakovë, në kazerme. Ditën e parë në kanë qenë në kazerme. Kazerme të ushtrisë. Në Gjakovë, na kanë dalë aty një natë, një ditë gjithë ditën, një natë, nesrit, mas ditën na kanë qenë në stacion policisë. Kur Isha atër sekretariati i punëve të brendshme. Prej aty atër na kanë qenë për pej. me që ju një pjesës e ndaj nga Gjakova, po? Po. Dhe ju kanë qu në stacionin policor në Gjakovë. Pej kasarën, na kanë qenë ata të ushtrisë, na kanë qenë në stacion policisë në Gjakovë. Aty kena një natë edhe një ditë, atër na kanë qenë pej. Me ju është marrë ushtria, njëherë Ushtria dhe në pastaj fillim, policia. po. Atër policia, po. Ju kanë torturuar në ushtri? Në ushtri na kanë torturu jashtë mase, si thonë. Jashtë mase. Ndërsa në polici, a keni ndonjë rast kur keni identifikuar më që dike prej atyre që kanë ushtruar tortura ndaj jush? Mu në polici nuk më ka prej kush me dorë, veç në pyetje për një 4 orë pa lujt për vendit. Po në qash që më ka një lodhën, sa po më do këtë ata nërmje veti, më s'mja marrë fajnë shëshojt, o konë fati jem, si nuk më kanë prej kësoni, më kanë shumë i lodhën. Mu më ka do kështë janë totë si po ju jesë në dorë, e me thonë që nësi kemë bo në ushtëria, po policia kanë bo kështë. Mu më ka do kështë për qatë punë këm shtu, për në ryshin nuk e dhja zvetë pse. E ata djemë, dytë ata janë konë matrisi, ata dhe në polici i kanë maltërtu shumë, bili zefin, si dhe mësve, shumë. E dëgjoj me vesh britmat, apo masanej e kuptove kur jeni taku pasa kohë? Jo, masanej, se në polici nuk në kanë në stacion policisë, nuk i kom një ata si këm pa heq, ma të këtiri ditën si në kanë që për Dubrau. Ditën që u i takove, kur i dërgun për Dubrau, kur i takove, cila ishte gjendja tyre shëndetësore? Në pej nuk kanë pas tortura, nuk në kanë skush, nuk janë konë kesh, kështu, atër në Dubrau, kur kënë shku, atë janë konë pak ma nërëshë, konë Dubrau. A ju torturu në Dubrau Po fillimisht? edhe në Dubrau në kanë torturu, bile si do ma se ka e në hi, shumë. Sa, a keni gjetë shumë të burgosur në Dubrau? Kur e në hi në kohë? qatë pavilon, si ke në hi në pavilonin se në konë pa gjatë koridor se në konë në krahin, si thashin ata, nuk ka pas. Na e në shku të partë që të. Atë të them, nga ju, zoti Thaçi, këtu e keni përshkru në detaje dhe vërtet është një sugjerim personalisht i imi dhe madje dhe profesionalisht po flas që secili ta ketë shtëpi nëse don me njoftë më mirë çfarë krime kanë kryer shteti serb në mënyrë të orkestruar ta ketë masakrën e burgun e Dubravës me nën titull skenar të kësaj masakre, i cili është botuar në Prishtinë vitin 2011 dhe ju paralajmëroni se do të ketë një botim. Ajo që më bëri përshtypje është se ju që nga dita e parë përshkruani në detaje, me fakte dhe argumente. Si filloi 19 maj? Dhe këtu e keni cili ishin 5 minutat e parë të 19 maj në refeni. Shkojmë njerë para 19 majt. Okej. Këtë thojnë masakra ka fillu me 9 maj. Unë argumentoj që masakra ka fillu me 6 maj, me lirimin e Ukshin Hotit. Është një dokument. Shkojmë radhazitin, shpalojmë këtë dokumente. Ky dokument është, thot, i falet një ditë për sjellje të mira se Ukshin Hoti ka pas me u liru ditën e hanë. Këtu shkruan rrëshenje. Po, rrëshenje. I falet një ditë në mënyrë që të lirohet diellën që në përvojat e të burgosunve, nëse ka mu liru personit shtunën nëse diellën, ai është liru të premten, për gjë që administrata nuk punon ato ditë. Këta me qëllim, me skenar përgatitun, ja kinse po ja falim një ditë e lirojnë të dielën. Në fakt ka pas mu liru të hanën. Edhe këtë ditë që lirohet këtë e përqel Branko Komatina, mbi këqyrësi i burgut që ka edhe letër njoftim ti me ditë kush është, shka është,
Atëherë keni sjell edhe Janë Branko libër gjithë. Komatina, Po. është fakt, do doja që të fokusohet, pastaj ne do të vendosim edhe faksimile tjera. Veç më lejo të lexojmë që keni sjell është Komatina Branko Milovan, është radnik nga fshati Dobrusha i Istogut, komunës Istogut pas ka qenë, i lindur me 13/01/1953. Ky thoni që e ka qitë deri jashtë. Kujna ja ka dorëzu, ky duhet me ditë. Se e ka dorëzu dillën, kur nuk thirret as kryqikuq, as familja, as kërkush me dorëzu. Edhe u këshin hoti këtu, zhduket me këtë ditë ma nuk dihet fati ti. Do të thonë masakra, skenarët e masakrës fillojnë me u ma herët, po masakra fillon me këtë rast, se 3 po zhduken. Ju e përshkruani libër madje dhe largimin e Ukshin Hotit, e keni pa faktikisht ju? Na e kemi pa prej dritarës, tani kemi dalë në dritar në Si gjamat dukej, e korridorit. si ka qenë- E ka pas një thes të mbushun me plaçkat e veta, libra, saj ka shu libra, ka lexu shumë. Edhe me atë thes, njerë ka shu tete kuzhina, ka prit pak, tani ka qenë hymja drejt, që tash e kanë mshel atë hymje. Do të thonë, këtë person e ka përcjell vetë Branko Komatina e ka qitë jashtë. Ndërsa masakra që thonë gjithë se ka fillu me të 19-in. Me të 19-in aterimi i aeroplanëve të parë që ka gjujt në pavionin C është me 19. Në thonë, masakra fillon me Ukshinin se zhdukën njerëzit, prej vetë njerëzve të stafit burgut. Aeroplani që gjun në pavionin C, gjun mute, është aty edhe ajo pjesa ku rrinë rojet e burgut. Për rreth rojo, aty ka pas sallat me ka 4 vetë ku aty vritën plagosën njerëz, edhe vritën njerëz të parë është Abdullah Tahiri me se po harron emrin, 3 të parë, edhe me atë ditë vritën edhe 13 tjerë, do të thonë 16 vetë. Ndërkohë, e di një rast një agim tha që prej Skivjanit, atë shumë ka pas plagë, kanë qitë me një qebe dhe pe bajnë, 4 vetë, pe qojnë me qute mjeku. Ati po i rrell gjaku, ku pe qojnë, thot këtë, ai person ka pështu. E qojnë në spital në Peje, të një qojnë në Beograd, ma të tje, shka rëfena ideal, ka shso heq këtu. Maltretimet që ja kanë bënë në spital në Beograd, sot më kanë rrej me motra, me mjek, me kush ka ardhë, pej stafit policisë më ka rrej. A kemi dhe atë rrëfim të këti këtu të këtu shtojtë rrëfime? Jo, u veç unë shka kom shkru për ta. Sepse kemi një rast specifik, sepse tortura të ushtrohen edhe në spital, ndaj të plagosurit. Bedri Kukalaj, është rasti Bedri Kukalajt. Po. Ai ka ra në kufi, edhe ushtarë tjerë që janë vra dhe janë zonë rob dikush, Bedri Kukalaj është plagos, e kanë marrë policia për me nxerr dhona për ti. Edhe si plagosun e marrin edhe më rrinë me shku në spitalet Beogradit. Maltretimet i shpjegon të mërshme Bedri Kukalaj. Ndërkohë kthehet në Dubrav prap me këta tjerë për me zhduk. Edhe në Dubrav plagosët. Edhe e hudhin për të vdekun, se ju ka koagulu gjaku në fyt. E thirrën Bislimin, shkon dikush e shese për livrit gishti, një kufome. Kur shko Bislimi, i ashtin gishtin në goj, janë nxerr gjakun e koagulu me dhaj kollitet. Edhe qohët edhe i herë. Po flet për Bislim Zogaj. Bislim Zogaj. Qohët edhe i herë ky rinjallët për zdyt, për stret faktikisht. Ky Bedri Kukalaj edhe më rrinë me shku apet në burgjet në spital Beogradit, ku shkon të njëjtë mjek, njëjtë motra. Përshkrimet që i bën Bedri Kukalaj janë të mërshme. Mirë, jemi qëtu të kjo pjesa, realizmi total i skenarit të masakrës 19 maj dhe, si që pyta ma herët, në pavionin C ku për herë të parë 19 maj Gjuhën këta. u bombarduan nga NATO, thoni, po në fakt, cilat janë 5 minutat e parë të 19 maj?
ato 5 minutat e para, kur ka ra granatat në pavionin se e pashëm pej B-s, ne ishëm burgun në pavionin B. Ka ra aeroplani, ka gjujt 2 raketa në qatë mes. Kur është këthyje, e ka gjujt edhe një. Edhe një i ka tepru, se ka 2 raketa i marrë në dorë. I ka ra pavionit në vijim që ishi i thatë. Edhe tash të merë ishte se dhe të gjujnë të ne në pavionin B. Edhe në një pavion i fundit që kishte të burgosën ordiner, një gardian Mance i qujtun, ja ku mësu emnin Pozharevc, ku mësu, i thot aty në shko qelin një dyrët në pavionin B. Edhe pse ishëm rokna në ato grila me i qelë dyrët, s'mujshëm i qelë, kanë ardhë ata me kazma e kanë thy, se gardian që ishin aty të na iken pe zyrëv dveta, pe i vrojtorëv dveta. Edhe kemi dalë, për mu spjegu që kë 5 minutëshi, kush ka mujt, kush ka qenë shnosh prej ati pavioni, kemi vrapu në pavionin C, për me gjetë, me pështu njerëz, me ato kazma që i kishëm marrë pe aty në Burgos në ordiner, i qelëm dyrt edhe kur him hala para pluni, që kam fotografi për librin vijus, hala para pluni i detonimit, kemi aty, kemi nxerë njerëzit. Tash shumicën si njofshëm. Edhe ajtë me re, krejt ajo të në fund, qaj 5 minutëshi. Nuk din kush ka shkojke, ku me bon ven. Edhe po shoj kjo, se do të me nejtë edhe 10 vjetë me bisedu rrëth kësaj, të nesit kemi nejtë qetë. Mos dalim të pjesa tjetër, do të thonë 2 ditë mbrapa. Tash për kësaj, jo 2 ditë. Ditën e 19, a pat mo viktima? 16, mjaftoj. 16. Po, të nesërmën bëhet alarm në Bruxelles. I paraqes këtu, i gjoj dhonat. Si cëllat dhonat janë me fosnot. Bile njerë në një interviste u Leksit, thot, si me të besu ty. Thash, si cëllat dëshmi ka fosnot. Për si cëllën dëshmi përgjigjem unë se kom qitë fosnot ku e ku marë. Alarmin në Bruxelles se është gjujt burgu ndërkombëtar, gabimisht, se këta i kanë qitë këtë arsenalin jashtë edhe i provokojshin aeroplanat. Edhe del zëdhënësi i NATO-s Walter Jetz, thot, jo s'kemi gabue, na kemi gjujt me precizitet, thot se aty ka forca paramilitare ushtarake janë që një vit stacionume aty, prej korrikut. Ndërko edhe Gjimi Shea thot, ja, këtu nuk kemi gabu heq. Kur thirrën, marrin dëshmit, shohin, atëre shohin se është gabu. Me niste nishin, tash për mu dit gabimin kësaj, me neve komandojnë edhe të burgosnit ordiner. Kishin qitë kapelat këto në kry, kishin musmo pa kush është, kishin harru tatuazhet, që në bazë tatuazheve, ata që kishin nejtë ma shumë i njifshin kush është. Edhe vjen aeroplani se është një kompleks aty si qytet, i jep sinjalet dritën e kuqe dhe dritën e gjelbërt. Neve na komandojnë me nejtë mes kuzhinës edhe ngrohtores, rreni qëtu. Kur vjen aeroplani na bim për toke. Vjen një aeroplan edhe gjun një granatën në kryt asaj mase. Në fakt, ta sqarojmë për opinionin, ju ishit të ekspozum ndaj provokime që kishin bërë forcat serbe, dhe aeroplanëve të fluturonin si, ju ishi viktim. Me përmirësu pak? A mundën pak, po të më dërhyni? Lirish mund të dërhyni. Kur është bombardu pavilonit C, janë thy dyrët e gjitha burgjeve dhe të pavilonit C kanë ardhur ta përjashtë, si kanë pas ta janë me dyrë dronit. Ne kemi pas të hekrit në pavilonit C. I ndal gjithë përjashtë para pallatit kulturës, që në thonë gati thuja gjithë burgosin. Gati pa gati. Aty kanë gjujt, ku po thotu ka para pallatit kulturës, para dere, ka një rrugë, e ashtru me asfalt, aty ka rënë një granat. Që ajo granat e ka bërë një grop
me një njerin Që kam në tash hukën është ta. me cement aty. Aty në asfalt kish pas e shtru me gur të mdhaj vazhdel të lëshfare. Qëta gur, kur ka ra granata janë shpërnda, edhe kanë mytë shumë njerës që të. Aty kush e ka Që qenë aty dorën ose kokën, ka njëri që ja ka prej kokën këtu. Aty janë mytë shumë. Atër Edhe- na ndërkohë, na apet kem na që ti para qatë qaja o koni farë ledine si livat aty. Aty ka ardhë atër masana ja apet një aeroplan, kanë gjujt, na beshim ratë se puna detonimit, atë detonimi mësë më na i në gojë kështu ratë për mes. Unë të kam të mija, kom pas një vlat një shoki si kena najnë në Dubrav aty, Dan Kukullarit, Ramadan Kukullarit, ai vlau Në gjati. po në gjatë gjati. kokëllare. Kur kanë shkuar planat, jenë asua e kem pas si ja kish pakut Këtu e ka. një gileri granat, si ja kish pakut krahin e majt, të bashkë në cep, krejt vishi ka met në tesha, dhe mundu me dhonë dim, por nuk kem mujtë se shpejt kanë ardhë aeroplanat tjerë. Edhe kanë gjujt, kur kanë shkua ta, ne e kem gjetë ata të vdekun. E tash, aty, në pavilionin C, jënë plagos shumica e njerëzve aty jënë plagos në pavilionin C. Se aty ka pas 3 granata i kanë shumë, 3 Veç- venda është Veç bombarduar. pak. E çka ndo këtë musi, Vetëm ta përfundon? është i skenum këtë program, si në pavilionin C, granata e parë ka ra në atë ku e kanë pas midis pavilionit gardiant, kur ishin gardiant aty, i shishin krejt krahët dy janë. E shishin krejt burgin për i dy janëve kanë pas me gjama. E granata e parë ka ra në pik në vend gardianëve aty. E asi gardian nuk u konë në ta. Sa në gardian kanë të Tash arsyen pse ka ra në pavionin C. Ne kemi shku në kuzhinë, 2 javë, sa na patra më ushqy aty. Edhe jemi kthy prej kuzhine, janë vrojtu gjitha. Në pavionin C ju kanë qu ushqim atje, se janë konë dhoma qeli të burgut. Tash dyshimet kanë qenë që aty pas ka mrena ushtarë sërb e s'podon mi qitë jashtë. Aty ka qenë ajo e spjegojnë ata me zveti. Po, saksisht, zoti tha që po t'jemi më qartë për opinionin. Kur filluan të shtinë me armë të kalibrit të ndryshëm, gardian, polic, këto apo tash. ushtar, në cilën ditë? Tash. A me 19 maj, 20, 21 apo 22? Me që jeni edhe autori i librit, pastaj do dalim edhe të këqira përvoja personale që e ka. Gjatë këtyne ditëve, ka pas pe vrojtorëve kanë gjujt, po skenari maj madh që u bo, për 22 maj, e spjegon komandanti i policisë Paponjak i Pejes, thot jemi konë të rrëthnum gjithë natën me përgadit skele, me kolica traktorave, kamiona rrëth burgut, rrëth pjesës fushës sportit, që të nesit në mëngjes, kur na thirrin hajde se do t'ju jekum nga një vend prej këtuhit, se po kësejmë në pjesë tjera, se këtu s'ka siguri, na rreshtojnë në 4 radhë, në kand, kështu të fusha sportit. Edhe fillon atje prej vrojtorës, dalin me tromblon edhe me zolla, me qitë në mos. Atëherë u pa shka u bo. Kur qesin me tromblon, që atje spjegohet që një Svetlan Martinović i konvertum pe janë Dritan Martini, që dihet vepra. Dritan Martinović me vonë, E, ai nga ka qenë ky ai Dritan ka Martinović? qenë nga vraka e Shkodrës, ikun tani i konvertum në Svetlan Martinović për mu tregu se sa jam bo unë, sa jam slavizu, i ka bo këto lojra, sa i ka bo edhe të merën deçan atje. Edhe kur qet a i pari, unë se kum njohë, për qysh nisha pe ordinerve, tani fillojnë granatat e dorës pe rrethit murit, me fluturu e sukur vremqat, si zëgjt, me fluturu për mineve, që me smelon dëshmi kinë se NATO ka gjujt, me gjujt me granata dore. Edhe na për puseta, kur kanë gjujt me 21, që kanë qelë pusetat ku imi konë të msheft, kanë gjujt vazhdimisht me granata dore, jo me armë, se arma del dëshmi këta, me i hub dëshmi që këtë fajet me jalon natës.
Kjo ka qenë. Edhe tash, ky Paponjak i del dëshmitar Miloševićit në Hagë. Është kopja e dëshmis aty, edhe ata i thojnë, kujna po i shërben ky Paponjak. A i thotë, unë i shërbej të vërtetës, që kështu ka qenë urdhni na me bon. E këpos këtë pjesë pe internetit ku e gjeja. Po, është pjesë këtu 284 më intereson, një emër që e përmendet ishte Dritan, si e kishte? Martini. Dritan Martini, thuhet që diku ka marrë pjesë në një krim që ka kryer Në Deçan, duket. në Deçan. Po, se tash... E keni edhe këtu në një rrëfim nga Rasim Selmanaj ku ajnë faktikisht e cek të rast në Deçan, pra pikrisht të kjo pjesa një moment, dhe sa në librin tim kam përshkruar ngjarjen e Dervishsyllin nga Atishi Deçanit, kjo nuk është? Këtë këto, Po, vazhdojmë. Skenaret që ka bohën, bon nën direktivat e drejtorit burgut, Aleksandar Rakočević. Aleksandar Rakočević ka qenë nga Peja, ka qenë apo ka... Është letër njoftimi ti, se sënë për majmen. Ndërsa realizator i udhëheqjes skenarit ka qenë Miroljub Jasha Vidić nga Kapeshnica e Pejes, që ka realizu gjithë shka aty. Ky person, pos këtu, kur na kanë quna për burgje në Sërbi, ky ka desht me imshef gjurëmt, edhe në 3 burgje ku kanë qenë ka 200-300, dikun 260, dikun 300 të burgosën shqiptar, ka organizue me i djeg burgjet. Ka organizu në Mitrovic Sremit, në Pozharevc, unë e din Pozharevc, aty ka ardhë, ka ora 1 mas natë, na kanë nxerr pe pavionit gjysmë të lirë se janë qunë grev ordiner të sërb, e t'ju sigurojmë na. Ai pavioni 7 ka qenë me 2 mure. Në atë pavionin 7, kur janë këthyt burgosnit pej Dubrave, ata që kanë qenë të lëndum, sun kanë hec, me dalë prej autobusi, janë myt me palic. Kanë vdek se autobusi ka mujt me hi aty. Në thonë, është fotografia ti. Mirë, ju përmendni disa emra të cilët kanë kryer masakrën dhe kanë drejtuar dhe kërëstruar masakrën e burgut në Dubravës. Ndërsa, përgjithsa ju, po, nëse keni diçka të thoni. Ndërsa rasti kur i qojnë të burgosnit të salla e sportëv, me bo një masakër të veçantë, që ato shumica nuk e din pse u bo ajo, pse janë të bu në atë sallën dikun 300 burgosën, komandanti i burgut, këta këmë gjetë tash për në ribotim në dokumentat të Sërbis, e thërret Nikola Shajnovicin, faktorin numër 2 në Sërbi. Edhe thot, i kemi vra dikun 200 vetë, në kallëzimin penalt në Tashakandiqit është kjo. Thot, shka të bojmë? Thot, Nikola Shajbilej, thot, Shajo aty shkërën. Thot, ngritën në 500 numrin. Në thonë, ky skenar është realizu në koordinim të plot fuqishëm me komandën qendrore të Serbisë. Atër, zoti tha që ju përveç komandën që përmendni dhe emra të këtyre të cilët kanë drejtu dhe kanë organizu dhe kanë kryer krimin. Përgjithsa ne diskutojmë Julius se ju ta marrni librin e dorë dhe na i gjeni emrat e tyre sepse natyra e misionit është e tillë. Disa prej tyre na i gjeni, disa po psedojmë me disa. Unë kam këtu listën. Jo, kryesorët, sepse aty ka mbi 100 i kishe listën. 198. Mi evidento disa emra, përderisa unë po flas me zotin Këshira Armani përvojë të cilët ka natyrisht përvojë familjare i cili ka qenë në masakër, pothuajse ky mbijetum, por që me vllajti Zefi e ka psuar dhe ai është vrarë në masakrën e Dubravës. Ku ishi ditën kritike pra të vrasjes së vllajt tuaj? Akon data e 23 majit e shtunë në kanë ditë, kur në kanë të bu në fushën e sportit,
pranë murit burgit. Dhe na kanë thënë gjaja me në numëru, sa vetë jem, sa autobusa duhen, me në që dikon një vend sigurt. Kërë ma vyt aty kretë shumicat burgosën, vish ku shukon dikushim shefun, se s'ka një me ardhë, aty ne kanë gjojt bumet, kanë gjojt me granata, kanë gjojt me zolla, me refalle, me shkas kanë gjojt aty. Ata e kishin pa pregadit për jashtë aty, për me bon se ta. Aty ka dalë Zavens, komandanti i burgit, u ka mundet me ditë emnin, unë se kom ditë emnin kur atine. A i si dul nëllët atje në thirri më ardhë, ne me në kalzoj, me u shu dikum një vend sigurt. E tu folaj, ne kanë gjujt bumet, me herë me bume. Aty në vra shumë me bume. Asa ne, aty është plagos edhe a i djali i vlavt, në kam, i ka ra një giler i bumës. Edhe Pietri plagos? Pietri po, ka pas plag në kam, ka pas një giler të bumës në ta. Aty kanë marrë zinja me ikë, dikush të ikë, kanë gjujt, si me refalle, me zolla, me gjithë shka kanë gjujt, aty kanë vra shumë zinjë. Aty në vra shumica njerëzve. Kemi i kena shku një shakt, kom hiunë me Pietrin, me Zefin, kena hi një shakt, edhe në konë edhe disa tjera, edhe një 10-15 vjetë në konë qatë shakt. Aty kena nëjë gjithë ditën e gatë. Në pramjet, kur o bot tërë, kem shku në podrumë, kone podrumë aty, ku ishë në zemja qëndrore e krejt burgit aty. Dhe kem hiq aty mrena, në mëngjes, kem najat në gjithë natën që aty që është kena mujt. Në mëngjes kanë ardhë, kanë gjujt, në hi paramilitar, atër i kena pa me teshat kaltërat, policis, me teshat gjelbërtat, ushtris, ka pas përzim aty me maska, pa maska, ka pas edhe civil. Aty kanë gjujt bume shumë, dikush ju në konë aty më shefun mas do lastra, në për do ceva, në për dikush mërënë në cevë, dikush për mi cevë. Edhe kanë pështu një 10, kena pështu një 10 janë ra aty. Në vend aty, ndërta në konë edhe vla Zefi. Vla Zefi unda për një moment për jush? Sepse ju ishit bashkë Unë me Pietrin edhe një tjetër në shokit tine, kena hi një cevë. Ajo shkone qelë në ceva, kena hi një cevë, mranda në krejtë. Zefi nuk ka mujtë. Si të mëlaj shumë. Po, ato ishin me hi 2 vetë krahës në ta. E Zefi nuk kam rri me hi, aty kam jetë për jashtë. Aty kur kanë hi, atëherë kanë hi mrena ata edhe me dorë të lirë, ka zëjke një shok, një faraf dika bashkë, konë përmi të cevë, i kem pasin, bështynit edhe i kena një, kur kanë gjujt, me dorë të lirë. Tu i kanë shurë rëndë. Nga fërsia? Nga fërsia? Balë për balë, sëkorone me ju. Ndërko kanë gjujt me granata prej tromblonit, po edhe me... Po, ajo konë data 23 e majt mëngjes të hershëm. Si se na po këcejmë ka herë në data, po... Po, në regull është, në regull, dhe thonë janë do data ma të veçanta. Me 22 maj në kanë bashku para murit, si thash, në mramjet, na kena hinë shak, të përsërit, thash ato si që në kanë gjujt me zolla, me refalla, me ato e në vrashën qënë. Në mramjet kemi hinë shak. Këto realizimi i tillë bo me 23 ma shumë, na për shakta dhe në ngrëtore. Po, e me 23 mëngjesit hershëm, si ka nisë mu zbarë drita, kanë hip ata paramilitare, polici, rezervista, shkak. Kur e kuptuat ju, zotë Këshira, që vëlla ju i Zefi është vra, sa ko u desht, dhe cila ishte ndjenja e patë me sytu më njëherë? Po, unë e këm pa po masanej, aty kur e përmeni u kanë sallën e sportit si i kanë bashku krejt, ne nuk dishim aty shkak pa për jashtë, ne ishim krizma, ne ishim gjujt në krizma të automatikve, krizma të bumëve, që kanë gjujt zolla, ish krizma të mdoja, kur i kanë qitë ata shumicën se i kanë zerë për i kuhin, e podrumit kuhin, se i kanë qitë në sallë sportit, po kalëzën e daqishi, tha i ke se nishke në nej me ta, tha i ke i ka kërsit radiolidhja njonit aty njonit prej gardianve, edhe i kanë thonë ndërprene se mjaft mo. Aty kanë dalë atër do shok, kanë orë, në kanë bazon, në kanë thirë,
kur kem shdryp i kem gjetë aty 10 vrarë tanë kry për kry. Beri altirë zau, me kry tokë, tjetër njështë. Aty e kom pa atër ata vllahën si është i vrëm. Na pështumë për fatën e madhe. Ku ishte goditun? A i ka pas që se vendin në gjyks në anën e majt i ka pas 2 pluma, e di se e ka pas një setër të lkurës vesh, e se kur hanë ratë kështu e di mirë për mas si s'ka pas daljet plumë. Se altia s'ka mujtë mja qitë, sa hi për te. Pietri dhe Zefi që ka qenë me zvete? Pietri ka mu ajzh, vllahën e babës, edhe Zefin ajzh e ka pas. Që ndodhi atër me kufomën e Zefit dhe të tjerë? Atëherë ne kena lanë që aty, ma vonë kur na kanë ardhur dikush, na ka thonë merë një tonë marë qitë një pështjel një bani bashkë, i kemë zërë për aty, i ti kena qitë para atë një vend, një barë, i kena mlu me qebe, edhe ne na kanë marë, nësi kemë pa ma tek tjeri me 2005 si më ka ardhë letra si janë ju kanë gjetë eshnët. Atëherë zoti tha që, si që tha ma herët, ishim të kriminalet, këtu kemi një foto që ju qunë me 22 maj 1999, data me veçantë e masakrës. Po. Pastaj përmendi kriminalin Miroljub Vidic Mikin dhe është me fotografi, do të thonë, një fotografi që është kogja e njohun, po edhe zoti Këshira tha që vllai i tij u ekzekutuar nga afër dhe i kanë parë të tjerët. Edhe ju besoj keni identifikuar, ju i keni një evidencë të tyre për cilët mund të mi përmendni disa më kryesorët dhe pse kjo më e veçanta pikërisht 22 maj dhe 23 maj? 22 maj është që janë mbledh aty, na kanë të bu për mi eliminu një numër të madh. Me 23 maj tani jemi marrë me njerëz e plagosur e të vrame, që shumica kanë metë aty. Unë e di rastin tem, kam qenë në rast parë edhe njëni pe lyp një qantë, po kujto që për i me dhe të na qojnë dikun me autobus. Së shtren, jo ama sama. Këm dalë mëra pa razë, mja dhonë qantën ati. Po. Edhe ka krisë. Të shtenë atë kajtë, kemi ra për tokë. Njeri që ka ra për mi muë, unë po menoj që tash ai po tutët më quhet po rrim se fluturojshin granatat e dorës, pe i mrapa murit që kishin bo atë skenar. Edhe kur jemi qu, mu kanë ngatru komt. Tash po duhen mi hjek komt, a i dekni për mi komt teme. Edhe tash, kur e kom hjek komën, më ka met këpuca nër trupin e ti. Edhe tash me një këpuc me shpëtimin e parë me gjetë mas trapit, është fusha e sportit, pak e qume, një metër më nartë. Kur kom shku me 23-in të këqyri qontën me marë se na qojnë dikun, e pash personi i vdekun aty. Njën që ishki një fshatit, një Fazli Kabashi i Muhlanit prej Sareka atje. Me këtë kjo, kur bohët, tash mediat si e marrin vesh këtë punë, ka fotografi aty. Një agjensi e lajmëv gazetareske greke. Merë lejen me 23 me hi me fotografu aty. Edhe i ban ato fotografi. Tash paramilitarët edhe në sytë sytë gazetarëve shkojnë të i likuidu njerëzit, ka fotografi aty. Po, shkojnë të i ekzekutu njerëzit e plagosun, që ende janë gjallë. Po gazetari ka qëllimin e vetë, gazetari shkrep edhe i ka zonë fotografit aty. Ndërkohë... Këtu në fotografi kur kriminali dhe komandanti burgut e Dubravës, Miroljub Jasha Vidic, pastaj është një fotografi shumë prekse, thu të burgosurit për parim e Fendiv nga Gjakova... Kjo fotografi që këtu. Po. Këtu gazetari është pronësh. është gazetar serb, grek? Jo, grek, se këty në ju kanë besu, i kanë leju me fotografu. Vetëm gazetar. Edhe tash, ndërkotën i e gjenë këtë kërë NATO-ja, me siguri ma vonë i ka. Tash, ndërkohë, kur këta i publikojnë dhlonat, më njerë, mrena dite, merë vesh e kërkon me hynë në burg Daniel Williams i Washington Postit.
tash derisa ata I keni lënë edhe na do me hinj. Edhe e caktojnë kohën në ora 10 ata më ardhë në burg me fotografu. Me 24-rin. Këta para orës 10, me 24-rin na hjekin neve prej aty që ata mos t'intervistojnë, se këta grekt kanë mujtë mi udhëheq këta vetë. Ndërsa Daniel Williams nuk I kish pyet, kish intervistu njerëz. Edhe hynë fotografon ai thot, po me gjithat gjeta dëshmi. Thot për masakrën, pash njerëz të vram, njerëz plagosun që ishin ekzekutuar dhe me pluma krejt. Ju thoni dikun që ka ngjetë dhe me vonë, jo me kokë të prerë. Po ka të tillë, po tash Mirë, më intereson atër rasti që keni të faktum me fotografi rastin të burgosit për pranim e fëndia janë 3 vetë që bajnë me batanije një të vrarë dhe këtu duket po banë Bashqareviç. Ekzekutu. Çfarë ka ndodhur këtu? Kush kanë qenë këta? Këta janë fotografitë, përgatisin skenarin, I mbledhin njerëzit e plagosun, e të vramna për abor dhe I qojnë në kuzhinë të burgut, edhe për me fotografu ata grekt. Me thonë që njerëzit shka ka bo NATO-ja. Nëse NATO-ja ka bo ato, aty shifet dritaret e pathyme, dyrt pej gjamit pathyme, ndërsa kufomat stërvin. Edhe në fund, ata të I vra masane, gazetari I shkrep ato fotografi. Çfarë ndodh me këta që po e bartin këta 3 vetë? Të vram, krejt janë të një Të burgosit për parim e fendim nga Gjakova, mi duket të trupi, Halil Guta, po ashtu Bard Vllajn të vrarin, Napoleon Guta dhe Kol Berisha nga Peja me flok zeza. Krejt të një aty janë të vram. Krejt që ta të I bajt, I kanë qo aty ku po thot Uka. Ku I dërgun, zotë Këshira? Në podrum të kuzhinës. Podrum kuzhinës, që ty. Edhe atër masane I kanë vra edhe qëta si I kanë bajt. Edhe ai që I ka bajt vllaun. Qëta 4, se janë të I bajt në qeba aty si shijet. Do të thonë, kjo foto, këta 3 e bartin, Po, Shka revolja në dorë. Mas dhe revolja në dorë, dhe Masi I kanë mreq. masi I kanë qo aty ku ju kanë thonë, ata I kanë vra dhe këta kanë me të të vra. Të 3 I kanë vra. ju personalisht, Që ky si është I burgosur nuk kanë, ky I burgosur serb ordinar. po flitet për Boban Bashqareviç. Unë nuk ja kom ditë. Për me bo këtë skenar që fotografia ku është, se është ma e përshkruar. Ju lutem kamera mundësisht të fokusohet. Tu I vra njerëzit për me bo këtë skenar. Këtu janë fotografitë se ka dale për shkëllime, kanë fotografi më pastra. Dera e gjamit, dyrët e gjamave janë të pathyme. Ndërsa këta thonë që shka ka bo NATO-ja, këtu I ka gjujt mrena. Këta I kanë I kanë rendit si do qovë të vramit, edhe këta mbi ta me fotografue. Po gazetari e shkrep aparatin, edhe I gjenë të I vra. Këto I publikojnë me një revist dveten, po edhe një revist në Serbi. Lutem, keni dhe emra tjerë të këtyre kriminalëve që kanë kryer. Mi gjej emrat që I keni evidentuar disa kryesor. Lutem, sepse kemi obligim dhe për opinionin dhe aq më tepër kur nuk kemi akoma të dënuar. Po deshte është diçka zotë Këshira, po para se të lexoj. Pavilonit C, se tham parë, Po, kur kem dalë për jashtë, që të dinën se tash të kanë si bar, ka ardhur ky komandant I burgit me Miki që kishë. po. Me pushkë në dorë, që ka pas automatiki në dorë, edhe në ka thonë, a peshini shka u bon një u këshin hoti. E u këshin hoti ishtë dalë dilen, kja në gjarja konë në bombardimi para konë të mërkurën. Thëtë se si ka dalë, unë e kom një me vesht mija të folë, si ka dalë u këshin për I këtuhit, ka shku në Itali edhe u ka thonë italianve burgi Dubravsa plët me sërë. Kush e tha këtë edhe një herë? Që ky komandanta shakon. Po, Komatina. Po, unë e kom një Do me vesht thonë, mija. ky Komatina është... Jo, ky që është Të patëm munu me shpif. Miki. Ky është Miroljub Po. Jasha Vidic, Po. Miki. Do të Miki, thonë, po. këtë e ke dëgju, ju personalisht e keni Po, dëgju. unë e kom një me vesht mi, kur ka thonë që është ka jo boni u këshin hoti, si ka dalë, u shku në Itali,
u ka thënë italianëve është Burgi burgi i mushur me serb. Shpejt një pyetje për ju dytë. E kem po flitet për njëri i cili ka marrë Ukshin Hotin për të liruar kushtimisht po themi. Jo, ai tjetër e ka liruar. Ai tjetër po. Ky komandanti po e kam parasysh, ajo është tjetër. Dhe ai duket me qenë nga komuna i Stogut, nëse s'gaboj. Jo, ai është i Kapeshnicës Pejës. Okej. Ai komandanti Dhe ky i Pejës. Miroljuv Vidiqi është i Kapeshnicës Pejës. Ndërsa Pra, ky ai që Edhe e ky ka Miki marrë, është i Pejës. ai që themi që e ka marrë Ukshin Hotin nga burgu i Dubravës, është Branko Komatina. Branko Komatina. Po. Dhe ky është nga Nuk e di, në letër njoftim, se ku majtë me. ky është është i njëjti Branko Komatina është është nga i Stogu. Po flas për diçka, po më intereson sepse ky është takon fshatit, siç e tha më herët, Dobrushi i Stogut. Në bazë të lumtime, me që ju keni shumë dhëna dhe natyrisht që ju jeni interesu për këtë temë, si jeni mbijetuar dhe është pika më ndjeshme e juja. A keni dëgju ku mund të jenë strëhuar, është marrë kush me këta? Që tash. Ky Komatina, kur na kanë çuar në burgjën në Serbi, ka udhëheq me të burgosnit shqiptar në Pozharevc. Sërish ka qenë komandant i të burgosurve paviljoni numër 6 në Pozharevc. Edhe ky Komatina bashkë me qëtë Miroljuv Vidiqin kanë udhëheq tani djegje në burgjë në Pozharevc. A ky Miroljuv Vidiqi ka udhëheq për të trijat, po në Pozharevc ekstra që vetë kum pa. Ata që duhet të dënuar, që duhet ndjekur, që i shkruaj këtu, është drejtori i burgut Aleksandar Rakočević, që tani pas arratisjes që ata e quajnë povllaçenje, këshe janë tërhiqe se do të kthehen një ditë. Ai tani është drejtor i burgut qendror në Beograd e për Serbi. Ky Komatina thash bashkë me këtë mikin atje. Komandant, ata që duhen ndjek në Serbi, është komandanti i policisë Gurakoc, Miloš Stojaković, komandanti i Pejës me rrethin, Bora Vlahović Munja i quajtun. Dušan Antić, departamenti ushtarak i Pejës, që kanë marrë pjesë. Dhe departamenti ushtarak. Po. Branko Bullatović, shef i sigurimit shtetëror në qarkun e Pejës, se kallëzimin që e kum bom një avokati që ka përgatit të një që kemi instruktoru këto, se në kallëzimin e kemi bom në emën të shoqatës të burgosur në prokurin e qarkut në Pejë. Po sot a dit, kur gjo s'ka lujt. Edhe a dit, po thot ta i farë, shëpaten kjo babaja dretikut, prokuror në Pejë që ka qenë. Tha, si kur të më lejoj, do të filloja hetimet më njëherë, por nuk më lejoj në miku. Kush e thot këta? Prokurori i qarkut Pejës, Flamor Kelmendi. Këtë këto dhona i gjojnë në librin Human Rights Watch, që ata janë ekspert që kanë... Po nga dëshmit dhe dëshmitarët që i kem mbledh që janë me qindra, po ju i keni një pjesë në librin tuaj. Të tjerë, a ka shumë tjerë? Ka shumë tjerë. Sa janë të involvuar me gardian, me policë? Një listë që kom marrë prej Jahja Lukës, edhe ai ka punu, ka bo kush ka qenë prezent, është lista këto mos t'i lexojmë, po një listë tjetër që kur janë larguar punëtorët shqiptarë prej burgut, është lista e tarna personale, që kush edhe profesioni me shka është marë për si cëllin. Komandanti i burgut, shefi sigurimit, komandantët e paviljonu, për gjithë, me numër tarna, numër letër njoftim, gjithsejt 198 vetë. I kemi gjitha këto dhona, keni me faksimile, i keni madje edhe në qirilis me dhona, me numër personal, e tjerë. A ju ka kontaktuar dikush për ta inicuar ndonjë akt akuzë? Une e kom inicu vetë këto në emën të shoqatës të burgosunve, Dhe jo si person. Ku ka ngel kjo? Kjo ka ngel në prokurori, më ka intervistu edhe
hetus të Euleksit, një kishte qenë holandez, një sloven, gjitha ja bile a i farë holandezi tha si me të besu e ty, që i ke qitë këto dhona, thash për si cëllën ka fusnot, nëse natë fusnot nuk është sikur libri Human Rights Watch apo disha tjetër, thash unë përgjigjem. Jo tha kejtë sakta, tha po do të shofëm. Ndërsa për kallëzimin që e kemi bën në qarkun e PS, atje tash kishton ky Flamur Kenulmendi, mas i ka dalë avokat, thot se tash ka nisë mu aktualizua e kallëzim kur e këmë bën 2007-ën. Në thonë, prej 2007-ës te i sot. Aze. Zotë Këshira, ju keni humbë përveç që keni përjetu veti të reti familjes suj, familjes Këshira, burgun e Dubravës, në fakt masakrën e Dubravës, e keni humbë vllaun. Përveç pengu që keni humbë vllaun, ju kujtohet diçka tjetër që e keni peng, dhe nuk e keni shprej, nuk e keni rrëfy në asnjë emision ose para askujt, dhe që doni ta sjellni në emisionin dhe mas. Po unë sa herë kam pas shumë herë, dhe unë njerëz që më kanë ardhur edhe te shtëpia me intervistu, i kam kallëzuar, i kam tregu krejt, gjitha i kam treguar çfarë ato. To me një fjalë, për si me folë gjithë ditën të nuk kryen, po me një fjalë janë shumë dhëmshme çka kena përjetu atje. Edhe në Dubrav, edhe në Pej, edhe të shtëpia, aty po du me thonë në Gjakov, edhe në Nish kur kena shku, është, do me thonë, për një 3-4 muaj rresht, kur nuk jena një, ma tonë t'jena thonë kur i kem hangër 2-3 kashata mas shumë t'i bukë, se sa kur e në thonë pa hangër hes. Qash kesh jenë trajtu Nish për një 4 muaj dit, sa nuk ka ku shkon ma ullë tas ma kesh. Por masi nuk e dishim a është pasol, a lakna, a grashak, a shka është vesh uj i fjellë ciloti. Për njëherë në kanë qitë Nish, i pronën tepsijat, i kishin pjekë si kur torë të tishin. Aty kishin qenë trellat e mrenshme, krejt të kafshëve. Edhe ja kishin dhonë një, me thonë, si kur shpreja katonare, një sagjë, na i dhanë me hangër. E pashum aty turli zorë, turli bishti, turli. Nga uria, krejt e kemi hangër, qatë pjesë sa na ka dhonë. Kur i kemi hangër ato, Nish, këto po flasë, na ka dho këto një diarea të gjithve. Kush me shku për para në toalet. Do një mulle ka në ardhë me prunë streptomicina, në thonë, uria ka qenë e skajshme, që nuk i zgjellë, se ke një Ardian Hoxha, se ke ma prunë qenin e ngordhën e kisha hangër. Po, këtë kjo, për që na kanë qunë Dubrav, rasti o mbret i botës. Mu më kanë qunë Dubrav për më likujdu. Në Dubrav, rasti kumë pështu. Të kisha qëndru në Prizren, dhe në fund sëtë sisha. Maltretimet që janë konë në Prizren nuk përshkruhen. Si cëlli thot për burgun ku ka qëndru vetë, ky thanë Pej, unë thanë Prizren a i tjetër. Në 2 ditë para se më na qunë në Dubrav, mu ka nërë me thonë shumë është 2 herë ka 1 orë, ka 40 minuta, 45. I kum harru hetimet, që qëfar maltretime ka në hetësi. Ka 4 vetë me sjell njeri pa unal, me një pushim 15 minuta, kur kanë marrë për zdyt edhe qaq, repeteja jo, me të sjell në varë, që këtë trupi varë, jo me piskatë, si një po gërvalë si kafsha. Po ja që, rasti mbret i botës. Urojt keni tjetë të shëndetshme, të keni mirë familjarisht, ju faleminderit që ishi pjesë e emisionit në dëmas Zoti Thasje dhe Zoti Këshira. Faleminderit shumë, do donim që të elaboronim akoma, sepse kemi mjaft si për 24 majnë, largimin pastaj për në burgjet Serbisë deri pas lufte, për ka që 20 minuta. Po për këtë, derisa nuk kemi shku me pa venin, mas jemi kthy pe i burgjeve. Vazhdimisht kemi pa onrat të mërshme.
Kur kum shku e kum pa venin mo që nuk ka, janë gardian tanë, janë njerëz tanë, atëherë aty e të tje mo nuk e kum pa në rrët ven. Në thonë, anrat kanë pushu, kur kum shku e kum pa venin e qepë. Kam me ka bisedoj, ja ka i halin ku ka kemi lëviz në për ato poseta, si kemi shpëtu, ka kemi bartë, ku. Në thonë, ateja dit, edhe saj kemi bredh në për Sërbi, thuja çdo natë, ka pak andrat shkurta. Unë për mu, për vete po flasë personalisht, kur gjonë nuk më ka duk maltërtimet, që më kanë bo traumat për mas edhe deri sot. Si kanë me traumat, çdo krizëm, çdo zonë në fjalë ose fol dikush të madh ose diçka, çfarë do krizëm si të bëhet, se tash do bravo kanë shumë të mërshme. Aty s'deke kur kërseqin në i kepe s'ka ma më të rishtu. Po kur këtë së më rrimë me u refus aty ka qenë? Traumat janë shumë të mëdha, janë presi më dalë për burgit, e deri sot me kanë kam pas rast me nej me shok, si ke nej në burg, gjithë e cili ma shumë rëfen traumën, se sa vujtje, që to po kalajshin vujtje. Uroj që këto trauma t'ju kalojnë, uroj që të kemi kohë edhe ndonjëherë tjetër të rrëfejmë në detaje dhimbjen dhe vujtjet e juja, të cilat nuk përshkruhen dhe janë shumë të rishtueshme. Faleminderit zoti Këshira që ishin në emisionin e mas. Faleminderit zoti Thaçi. Edhe për ju. Atëherë, të nderuar teleshikues, miq të dashur, besoj që do duhet një përmbyllje ndryshe pas këtyre rrëfimeve të trishtueshme. Në fund me lejoni pra vetëm të shtoj diçka tjetër. Të gjitha këto dëshmi, e lutemi që të bien në vesh të institucioneve përgjegjëse, prokurisë, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Jashtme besa, gjykate speciale, meqenëse ajo është e Kosovës, dhe Kosova është shtet multietnik, vazhdimisht thuhet. Kemi me qindra pra dëshmitarë, si që kemi këta këtu, janë dëshmi të folur dhe të shkruara. Kemi imazhet e sakta dhe të qarta të kriminalëve, si që dëshmua sot në emision. Natën e mirë. Ky emision është prodhim i gazetës. Kompleksi Amina do t'jetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do t'jetë atraktiv. Aty do të ngritën ndërtesa 5 katëshe me vetëm 3 banesa në një kat. Fëmijët do të mund t'i dërgoni në qerdhën moderne brenda kompleksit. Me veturën nuk do t'keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për secilën banesë. As me gjërat tuaja, pasi do të mund t'i vendosni në depon që ju takon sapo të bleni banesën. Ariani Kompani, nëse ju jeni të kënaqur, ne jemi të suksesshëm.